Mendoni që janë nomad deputat të tjerë? Këmë që rrugët... Se më ndike... Të më këthy kështu? Nomad nuk është diçka pejorative. Pse janë nomad, pra, si pasu? Nomad vendos njeri mos mora atu kërkon. A është marrë me hapë gjatë tyre kandidatore për parafrimin ndonjë partie ose me ndonjë deputat, a ka shansa që dikush me ju bashkangjitë? Topit e qështë në anën e tyne përballë, edhe të LDK, edhe të tjerë, të individualisht ose kolektivisht, edhe tash me ja po presim që ata më bu pjesë e lojës demokratike. Megjithatë ju e keni mandatin. Jo, Ju nuk mund të pritni prej dikujt tjetër derisa ju e keni mandatin për të bërë numrat. Kemi kryer gjitha fazat, se kemi shfrytzuar asnjë keks politik që me fitu kohë, mos e propozuam në gjana të tilla, kështu që kanë diçka në seancë kështu. Disa mund të shkojnë, kam shpresë që gjykata kushtetuese do ta kthejë një përgjigje. Nëse ata e qisin edhe votuhet. Nuk ka mundësi gjykata kushtetuese mos me i jap të drejtë votimit fshet, i cili veç është një Ajo obligon deputetët me votuar. Absolutisht, kjo veç dihet, por tash duhet me ushtru edhe herë. E nëse nuk i obligon, atëherë çfarë do të ndodhë? Jo, obligimi që dihet, gjykata mundet me citu vetën e 2014-s, që prezenca në sallë është obligative, votimi është obligativ. Studikake, por meqenëse ato deputet nuk janë të obliguar të votojnë një kandidat specifik. Jo, janë të obliguar ta mundsoj një jetën demokratike të Kosovës, duke qenë aty, duke respektuar mandatin, votat e njerëzve që kanë marrë. A jeni të shuan dhe njerëz LDK-s për ta bërë koalicionin, kështu ka deklaruar kryetari? Nuk e di kush i ka thënë kryetari i LDK-s, ka nisë Mobin që është kryetari i LDK-s. Kjo është pak tragjik për një ekip punisë. Në shkuptim ka nisë Mobin që është kryetar. Po shikoni, tragjedia, faza e parë e tragjedisë ndodhet kur ti merr pozitë që s'e ke merituar për silencje. Faza e dytë e tragjedisë ndodhet kur bindesh që e ke merituar. Kjo është faza e dytë. Që është lëmiri kryetar. Ja, që është bind që është kryetari i LDK-s.